Dy të mitur humbën jetën e një tjetër përfundoi në spital me plagë të rënda pasi u përplasën nga një automjet që drejtohej nga Nikol Radaçi, i cili ishte i dehur. 57 vjeçari ka dalë sot përpara gjykatës së Durrësit, ku i është caktuar masa e sigurisë, arrest me burg për veprat penale, shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen, drejtimi i mjetit në gjendje të parregullt dhe largimi nga vendi i ngjarjes. Në seancë, Nikol Radaçi qëndroi brenda kafazit të qelq, nuk foli asnjë fjalë ndërsa kokën e mbante të ulur. Asnjë familjar i tij nuk ishte prezent. Avokatja mbrojtëse e caktuar nga shteti, Arta Gecaj, tha se 57 vjeçari është në gjendje të rënduar emocionale dhe se ka shprehur pengesë. Ngjarja e rëndë u regjistrua mesditën e 3 majit në lagjen nr. 15 të Durrësit. 3 fëmijë ishin duke luajtur me topët në trotuar, teksa Radaçi, i cili po ngiste makinën në gjendje të ndehur, i mori përpara me shpejtësi skëter. 2 prej tyre, Enea Moçaj, 12 vjeç, dhe Klersi Nikolli, 10 vjeç, ndërruan jetë, ndërsa fëmia tjetër, 8 vjeç, arriti të mbijetojë, por me plagë të rënda. Policia rezulton se ka falur shoferin problematik 4 vite më parë, ku ju pezullua patenta vetëm më 1 muaj për t'i kalim shpejtësie, ndërsa sipas kodit rrugor duhet i ishte hequr të paktën 8 muaj. E njëjta shkelje është kryer prej tij brenda 1 viti, ndërsa ndëshkimi ishte po i njëjtë. Pas këtij rasti, deputetët të Kuvendit të Shqipërisë kanë bërë thirrje për ndryshim të kodit rrugor dhe atij penal. Deputeti Erion Braçe tha se ngjarje të tilla duhen konsideruar si vrasje, ndërsa deputetja Ina Zhupa u shpreh se Kuvendi ka dështuar në prodhimin e ligjeve për t'i shërbyer qytetarëve.